Të nderuar miq të Apollonit, jam me Gjergji Nezhën, kandidati i Aleancës Kombëtare Shqiptare për Vlorën. Përshëndetje Gjergji. Faleminderit dhe mirësevgjeta. Gjergji, pse ke zgjedhur pikërisht Aleanca Kombëtare Shqiptare partinë e Elena Kocaqit për të përfaqësuar? Është një parti që deri diku në një Ballkan të trazuar ka një retorik nacionaliste. Pra Elena Kocaqi dhe partia saj thotë që gjysma e Greqisë i përket Shqipërisë, gjysma e Maqedonisë i përket Shqipërisë, Malizi gjithë i përket Shqipërisë dhe ne duhet marrim edhe një pjesë Serbisë. Nuk është një retorikë e rrezikshme kjo? As pak. Pse? Tani nuk është e rrezikshme, tani jemi në situatën që çfarë është e jona dhe çfarë është e Cezarit, japim Cezarit, çajta e kon papës, japim papës. Pra, jemi në një moment kur ne na kërkohet që të hyjmë në Europë dhe pra na bëj presion pra nga Europa dhe nga Greqia. Na thonë që juve duhet ndryshoni historinë, ta modifikoni historinë siç do Greqia që të hyjmë në Europë. Tani në moment shqiptarët duhet ta dinë që ne jemi ende një komb i pushtuar. Pra, territoret pra veriore Kosova, Maqedonia, deri Selanik, deri Narta janë territore të ngelura jashtë territoreve të Shqipërisë. Pra, kur ka kaluar rreth një shekull e gjysmë ne ende si kemi zgjidhur problemet tona. Pra, është më se e kërkon koha një aleancë kombëtare. Pra, aleancë me vetveten. Pra, aleanca bashkimi midis nesh na bën faktor. Pra, në politika jashtme dikton dhe politikën e brendshme. Pra, nuk jemi këtu, unë për shembull nuk jam këtu që të tallem me shqiptarë. Unë jam këtu shumë seriozisht. Pra, unë së pari rreth 20 vjet më parë kam filluar të merrem me histori dhe me gjuhësi dhe me identitetin kombëtar. Dhe shumica e këtyre që merren me histori, gjuhësi, me identitet kombëtar nuk janë njerëz të kualifikuar për ta bërë këtë gjë. Pra, ju mund të merreni si i apasionuar mbas asaj fushë. Mund të merreni si hobi. Jo. Por unë jam shumë i kualifikuar për faktin sepse kam marrë nga antikiteti deri sot. Para punës nuk kam mbaruar po ekonomi, pastaj kam mbaruar po gjuhësi 2 vjet në Francë, kam mbaruar shkenca politike. Pra kam një bazë të mirë në këto. Po nuk po them për ju personalisht në këtë rast, po them në përgjithësi, sepse kjo fryma e dashurisë së vonuar është një frymë e cila e gjen kudo në Shqipëri sot. Pra njerëz që përpiqen të shpikin histori për një Shqipëri të madhe që nuk ka ekzistuar kurrë dhe kërkojnë që të kthehen ato territore. Ajo që mungon shqiptarëve sot është pikërisht atë dashuria. Pra në një moment kur neve jemi ende një vend i pushtuar dhe historia nuk na thot, shteti nuk na thot dhe thot biles duhet të bëni koncesione, kush na mban ligjin e luftës neve? Na mban Greqia, nuk e mban Greqia, mban Europa. Pra si mund të hyjë në Europë neve me një ligj lufte? Pra ti automatikisht je i përjashtuar. Pra Europa na ka shpallur luftë duke na vjedhur historinë. Pra ne na kanë nxjerr pa territore, na vodhën territoret, i kaluan fillimisht historinë e Maqedonisë ja kaluan Greqisë. Historinë e Epirit duan t'ja kalojnë Greqisë. Pra, nëse ti hyn në Europë dhe heq dorë nga Maqedonia, nga Aleksandri i Madh, heq dorë nga Dodona. Pra, kjo është thelbi jon. Pra, ne nuk i kemi borxh, nuk ja ka dhënë Greqia mitologjinë botës dhe Evropës. Pra, ne na ka vjedhur historinë, na ka vjedhur territoret dhe thelbin. Pra, këtu nëse ne nuk rigjejmë vlerat tona, unë nuk kërkoj t'i bashkoj shqiptarë në mashtrime, kërkoj çfarë është e jona. Pra nëse Evropa për neve është një grop e rrezikshme, jo Evropa, po Evropa bëhet grop, pra ky na kërkon tun pasaportën, në fakt që kjo. Pra kryeministri ju thotë më që qëllimi jonë është pikërisht të shkojmë në Evropë, ndërsa ju po thoni është e kundërta. Ku di kryeministri ç'është Evropa dhe ç'është pasaporta dhe ç'është shteti? Ai është këti piktorësh. Po mirë, ai mund të jetë piktor, më fal një sekond. Nuk ka minimumin e historisë, nuk ka minimumin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Pretendon, thot jam gjeni, jam për rekord Guinness, e kam shkelur Shqipërinë e këmbë, o zotëri. Kur nuk ke, një sekond. Kryeministri shqiptar për 12 vjet nuk mund të thoni që kryeministri shqiptar për 12 vjet nuk di ç'është Europa, nuk di ç'është historia, nuk edhe po mos di dhe me imagjinat. Për 12 vjet i kanë mësuar. Po, është shumë i dobët. Pra në momentin shumë i dobët, në momentin që nuk ka kuptuar thelbin. Tani, kush e ka fajin këtu? Nuk do t'ja lëm fajin këtu në këtë rast politikës. Pra, faji është i zgjedhësve. Pse? Nëse ti si zgjedhës, i zgjedhur e ke pa 34 vjet të katallur, ujë të katallur, pra nuk është më faji politikës, është faji jot që ti e riciklon. Pra, duhet ta kërkojnë fajin tek
votimi gabuar, në qoftë se do të shohim si veprohet në Kosovë. Shohim që vinë Albin Kurti, vinë nga Gjermania, Zvicra, vinë 300.000, 400.000 shqiptarë, vinë votojnë, pra në mënyrë adetare, në mënyrë patriote vinë dhe kontribojnë për kombin e tyre. Ku është kontributi në Shqipëri? Cili është kontributi? Sa shqiptarë vinë dhe mbështesin ata që vlejnë. Pra e kanë braktisur vendin e tyre dhe tu kanë ngel një tuf pleq dhe i bëj thirrje Edi Ramës. Ore, që thot bufi kënetës, ore vllai bufit. Me kujtë të tregon të pralla. Çfarë pasaporte tun ti? Një sekond. Tu kanë ngelur për këtë do bësh pasaporti. Për 4-5 vjet që thotë ai do bëj pasaport, 800.000 pensionit, 400.000 kanë vdekur. Këtë do bëjë? Të vdekur do i çojnë në varr, do i çojnë pasaport në varr. Ka një kunizë, s'ka rinim këtu. Këto janë mashtrime dhe janë karta e fundit që ka ngelur. Pra ai nuk është më kryeminist, por është një qesharak dhe një sharlatan. Nëse ty për 4 vjet të shkon popullsia 1.200.000, 1.100.000. Dakor? Të vdesin dhe 400.000 të tjerë. Ja dhe erë 400.000 nga jashtë. Pra ti ngelesh te 1.200.000. Çfarë matun të pasaportaj? Ku ti vlen kjo? Pra, kjo është shumë e rrezikshme. Në strategjinë tonë dhe këndvështrimin tonë, pra ne a jemi bashkuar neve, s'na lë Europa të bashkojmë me Kosovën. Një sekond. Kush është ai që të pengon ti të heqësh tarifa doganore? Kush është ai të pengon që të unifikosh politikat asimore, politikat ushtarake, politikën e jashtme? Kush është? Neve. Pra e pare punës Elena ja ka vënë emërtimin Aleanca Kombëtare Shqiptare. Unë shumë herët se sa ka dalë e tjerë, kam punuar që i kanë shpallë Europës dhe luft me shpat. Luft me shpat ne ke fituar historikisht. Po këtë radhë duhet ta fitojmë luftën me histori. Pra në qoftë se neve duam turizëm dhe kemi sot supozojmë 5 miliona, 1 miliona, 10 milion, mbas 20 vjetësh, në qoftë se fitojmë betejën historike, në qoftë se Dodona do ngrihet e jona, Dodona nuk është greke. Kur ishte këtu zotri, quhet Apollon. Dakor? Po, televizioni Apollon. Apollon. Prani, në qoftë se ti e bën Apollonos, e greqizon. Moneda ka qenë Apolloniatan. E pini quaj Epirotan. Skodrinon, nuk ka pasur këtu me os. Pra, sot duan ta greqizojnë, ti vën një os dhe ta shkontalizojnë Shqipërinë. Ne po humbëm betejën historike, kemi humbur të gjitha betejat. Pra, pa identitet kombëtar nuk ka zhvillim. Pra ju mendoni që ky është thelbi? Ky është thelbi. Ky është baza. Mbi këtë ngrihen. Mbi këtë. Kjo është politika, prandaj e quhet edhe politikan, jo sharlatan. Dakor. Kjo është një pjesë thelbësore e çdo politike. Kjo është fillimi. Atë dashurie. Kjo është dashuria. Kjo është fillimi. Pa në shpirtërore, pa ditë kushie. Pra, nëse ty të marrin, të thonë që ikti me lakuris në Evropë dhe ta heq historinë, ta shkosh si duan, jo. Zotri. Nëse këta më marrin Aleksandrin, më marrin Piron, më marrin Dodonën, çfarë ka më atëre? Do t'i marrësh ti? Që të leju. Ne do të vendosim e para punës, do të vendosim në Fier, në Vlorë, në Gjirokastër, busin e Aleksandrit, busin e Piros, busin e Justinianit, busin e Konstantinit, do të ambushim, jo me gënjeshtra, me realitete. Pra, këta sharlatan duhet të dalin anash. Po pse ky është programi politik ta mbushni Shqipërinë me buse? Kjo është një simbolik dhe ne kërkojmë të bëjmë shtet kombin një. Pra baza një të krijojmë shtet kombin. E kuptova këtë pjesë. Tani në pjesë më praktike do të keni një program të përcaktuar, një program ekonomik, një program arsimor, një program shëndetësor. Mund ta zbërtheni pak? Për shembull, cilat janë disa nga problematikat në qarkun e Vlorës? Ju jeni numri 1 në listën e Vlorës apo jo? Po. Pra, ju si numri 1 në listën e Vlorës për partinë tuaj. Cilat janë disa nga problematikat që janë në qarkun e Vlorës dhe si zbërtheni ju këto nëpërmjet programit tuaj këto problematika dhe si adresoni ju këto problematika që kanë njerëz të thjesht përveç kësaj sepse kjo u kuptua u sqarua. Pra ne kemi të mbatur për 34 vjet nga një padrejtësi të madhe shoqërore për shoqërinë shqiptare, ligji 751. Pra, u mor dhe ju dha në përdorim dhe nuk ju dha në pronësi. Pra u i tallën njerëzit. Jo, po ke gabim, 7500 njerëz është në pronësi. Shiko. Pra, me 7500 njerëz njerëzit kanë marrë pronë, toka. Jo kudo është aplikuar. Pra, jo kudo, jo në gjithë territorin e Shqipërisë është i vlefshëm. Dakor? Pra, e kanë dhënë gabimi kryesor ishte që e njohën pronën në qytet, nuk e njohën fshat. Pra, një shkelje e kushtetutës, ligji është 1 dhe i pandar, këta e bën 2.
dakor, u tallën. Pra, kryeministrat tanë janë të gjithë për të futur në burg se ka shkelur kushtetutin. Ju do ta abrogoni këtë ligj nëse vini në pushtet, do ta hedhni poshtë. Në momentin që është investuar shumë te 751 nuk e heqim dot, është investuar, ka krijuar shumë kohë, por ata që janë ngelur, ka qenë pronar dhe ju shequ drejta e pronës, ata do të kompensohen ose në natyrë ose me tokë, ka Shqipëria fond toke. Ku ka më tokë Shqipëria? Ja kanë marrë gjithë. Ka, po të shkosh në Ministrinë e Bujqësisë ka 120.000 hektar fond toke, një sekond. Ka kullota dhe male. Tani kullota dhe male do t'i kthehen pronarve, nuk ka ish pronar, pra nuk mundet Edi Rama ta japi me €1 ose investitor strategjik koti teke dhe si teke. Ka bërë paketën e maleve, ka kopsitur dhe këto. Pakete e maleve, kjo është një mashtrim gjigant. Pra është një tallje, një KÇK kapsa të kapim dhe kjo do marri fund. Pra shqiptarët duhet të votojnë Alianca Kombëtare Shqiptare numri 7, Gjergj Nezha, Ervin Mile, Elena Kocaqi, këtë duan nga Alianca Kombëtare Shqiptare. Sepse ne nuk kërkojmë t'i mashtrojmë, ne kërkojmë që ta zhvillojmë Shqipërinë. Dhe Shqipëria nuk mund të zhvillohet duke marrë dhe përfituar dhe vjedhur minierat, naftën, pra ne do ta shtetëzojmë naftën, minierat, 51% shteti, 41% privati, dhe privati do të jetë kryesisht shqiptar. Po bëni atë që bëri Enver Hoxha, ta pjameni privati ta shtetëzojnë. Jo, nuk është. Të njëjtën gjë ka bërë Arabia Saudite e të tjerë vendet e Golfit, dhe ka bërë Rusia, Putini, ai Putini që është aq nacionalist për Rusin ose adhetar për Rusin. Pra, pronat e shqiptarëve do t'i gëzojnë shqiptarët. Nacionalizim do thotë aksioner 51% shteti, 49% privati. Pra një bashkëpunim. Po jo KÇK me €1, pa të japësh ti me €1 dhe jo, nuk ka më shumë. Nuk ka që minerësin e Nicës të shtrojë rrugët e Francës, Parisit dhe këtu të jetë cop Shqipëria. Nuk ka këtu që naftën këtu të vinë, këtu minimalisht një rafineri nafte 300 milion euro minimalisht në mënyrë urgjente. Dhe me këtë naftë të rifineruar minimalisht ja çosh gjysmë 50% bujkut. Pra, në qoftë se ti vazhdon me këto skema je i dështuar. Në qoftë se ti nuk e mbështet fuqishëm industrinë dhe në qoftë se nuk e financon bujqësinë, si do kesh turizëm ti? Çfarë do hanë turistat? Pra, ne paketa kryesore është, baza kryesore është riindustrializimi i Shqipërisë dhe rilindja e ekonomisë dhe bujqësisë. Pra, meqense jemi në Vlorë dhe ju jeni kandidat për Vlorën, a nuk ka bërë kjo qeveri shumë gjëra për Vlorën? Pra, rreth 400 milion euro investimi janë hedhur në qarkun e Vlorës, është bërë një tunel, është bërë aeroporti i Vlorës, që i ka dhënë një impuls shumë të fuqishëm turizmit. Ndërkohë, i gjithë Bregdeti i Jugut duke filluar nga qafa e Llogaras dhe deri në Borsh, ka një rritje të paparë të numrit të turistëve dhe të vizitorëve. Edhe Vlora vetë si qytet ka marrë një impuls shumë të fortë zhvillimi, qoftë me projektet e lungomareve, Orikumi gjithashtu është zhvilluar si qytet. Pra, gjithçka në fushën e turizmit duket sikur kjo qeveri ka kushtuar një vëmendje të rëndësishme, të posaçme, dhe ju që jeni në Vlorë, a e shikoni këtë, si e interpretoni këtë zhvillim? Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Po. Do të thënë, Lungomarja është një copë e betonizuar që s'ka në vlerë të madhe. Një. Vlora, po ta shohë Vlorën në Lungomare, nuk ke asnjë hapësirë që ku të kalojnë për shembull ambulanca ose ndihmë e shpejtë. Një tallje për qytetin. Nuk ke asnjë hapësirë për parkim. Do thënë që nga Vlora deri në Orkum asnjë hapësirë për parkim. Që nga Vlora deri në Orkum ke një landfill në Vlorë dhe një landfill në Orikum. Ai Orikumi 35 milion euro janë hedhur dhe ai nuk funksionon dhe ulet e zeza derdhen ose aty në tokë ose në det. Pra një mashtrim, ulet e zeza në Vlorë derdhen në det. Dhe ka një tallje me vllonjatët, ka vetëm investim të betoni, shit beton nga mafja e betonit dhe ka shkatruar Bregdetin. Që nga Kaleja deri në Orikum është shkatruar e gjithë natyra, është deformuar, pra e kanë kthyer në zonë urbane zotëri. Nuk është më zonë turistike elitare, është zonë urbane, do shesin ato që do ndërtojnë pa fund, dhe synimi tyre është në moment që ne fitojmë nga ndërtimi, s'na bëhet më vonë se ka turizëm elitar. Çdo thot turizëm elitar, do thot turizëm për një klientel të pasur. Pra, a mund të ketë turizëm kur ti ju thua që çdo biznesi duhet të mbledhësh thot një pajisje për të impiant për të pastruar ujët e zeza, 15.000 dhe 20.000 euro, pra i vë job çdo biznesi, e fundos çdo biznes, pra ata kanë fundosur turizmin. Ajo është gjë sepse një biznes. Një sekond. Ju tha po i derdhi ujërat e zeza në det, ata marrin pajisjen, i trajtojnë dhe nuk i derdhin më në det. Pra, ky është turizmi elitar. Është
një landfill në Vlorë, në Orikum, ka që nga 2014-2025 11 vjet. Ai landfilli ka kushtuar 35 milion euro dhe nuk është funksional. Pra tallje, landfilli i Vlorës nuk është funksional. Tani, o do kemi impiant o landfill. Tani, pse është ide e impianteve? Sepse një ish ministër nga këta, të mpashmit, solli importoi impiante nga Kina dhe ja imponoi gjithë shqiptarëve. Këtu pra një metoda mafioze të drejtimit shtetit. Pra, në vend të o landfilli o impianti. Tani, pse se ke vënë landfilli në përdorim? Pse derdhe në lungomare? Pse derdhe në Orikum? Orikumi është kënet, dakor? Është një zonë 400 hektare, është rithyer kënet. Një katastrofë urbane, rrugët cop-cop, ulet e zeza në për kanale, në për det, cop-cop. Pra një hapin bypassin u investua nga Komuniteti Evropian 58 milion euro. Ai bypassi akoma s'është mbaruar. Është përduar disa herë, bien gurt akoma. Kaloi njerëzit pra një situatë kriminale që ti mund të vdesësh. Në Llogora mund të vente kosto 100 milion euro, 120 milion euro, ka shkuar 200 milion dhe akoma s'ka mbaruar. Pra 2 fish mbi kosto. Pra këtu është abuzim dhe nuk mendohet fare për turistin. Nëse do mendosh për turistin, do mendosh për bujqësinë. Nëse ti vin 6-7 miliard euro nga diaspora në Shqipëri, 4 deklaruar dhe 2-3 të pa deklaruar, zeza, nuk mungon lekët në Shqipëri, lek ka sa të duash. Vin lekët, shkojnë prapë në Serbi, blejnë gjithë marra Serbia. Pse mos prodhoj bujqësia? Pra, që të prodhoj bujqësia shqiptare duhet që ky 7.051 që ka dalë një dylim këtu, një dylim atje, të ketë skema që fermerët të bashkohen, do të bashkohesh në 3 hektar fermën, të japin 3.000 euro subvencion në vit. Do ta bësh 5 hektar, 5.000 euro. Do ta bësh 10 hektar, 10.000 euro. Do ta bësh 20 hektar. Pjesë e programit, bazë e programit. Pra, bujqësia, bazë e programit dhe ne duhet që të investojmë për 4 vjet 1 miliard euro, 200 milion, 300 milion për bonifikim, kanalizim dhe për ujrat dhe pjesa tjetër në mbështetje të blegtorisë. Janë zhdukur në jugun e Shqipërisë, është zhdukur baktia. Nëse deri në vitin 1945 vetëm zona Dukatit kishte 150.000 krerë bakti, sot ta marrësh nga Vlora deri Sarand nuk i ke 150.000 krerë bakti. Nëse lumi i Vlorës para 45 nuk emigronte, nëse Dukati para 45 nuk emigronte, ose kur ikën në Amerikë ishin me pasaport. Sot ikin si Barbona, si Lypca. Dakor, pra nuk jemi në standardet e zogut, nuk kemi standarde demokratike, nuk kemi standarde ekonomike. Në 39-ën zogu eksportonte në Amerikë 200.000 ton djath. Dakor? Jugu Shqipërisë kishte 4 milion bakti timda. Mesatarja ishte 40 bakti për familje. Franca e kishte 8 bakti për familje. Pra ishim disa herë mbi laksës e Franca. Sot ku jemi në parametra ekonomik? Me këtë tallet ky që thot pasaporta. Ku japi të vdekë pasaporta? Tu mbaroi popullsia. Ku japi me këtë tallet ky? Pra, ky vetëm mashtron dhe riciklon ish blokun. Pra ky po tallet totalisht. Dhe ne jemi që këtu t'i afrojmë shqiptarëve zgjidhje, jo t'i tallim. Pra t'i ngrëm nga tallja në piedestal. Po zgjidhje ofron ju, zgjidhje ofron Agron Shea, zgjidhje ofron Adriatik Lapaj, zgjidhje ofron Sali Berisha. Çfarë ndryshoni ju nga ata të tjerë? Çfarë zgjidhje? Po të njëjtat zgjidhje që po thuat ti. Pra ata denoncojnë gjitha këto problematika, kanë dëgjuar. Pra denoncojnë korrupsionin, denoncojnë mungesën e vëmendjes, denoncojnë problematika që janë në territor. Këtu korrupsioni është një problem. Ku ndryshoni ju nga këto partitë e tjera? Korrupsioni është pasoja. Shkaku kush është? Shkaku është pafësia një drejtuese. Pafësia pra ka prioritete ekonomike. Përveç korrupsioni nuk e justifikon vetëm korrupsionin këtë. Këtu pra një vend ka këtë prioritet. Baza çdo vendi është bujqësia, në Francë, në Angli, në Amerikë. Baza është bujqësia. Pra adhetari është ai bujku, ai që punon tokën. Ky është adhetari, nuk është pra, nëse ti nuk e mbështet bujkun, kush jam? Pra nuk mund t'jap leksion adhetarie njeriu që punon tokën, që nuk e praktikon vendin. Ai është heroi i adhetarit të Shqipërisë. Pra Edi Rama, zonat urbane i ka praktikosur, ka bërë për shembull rrugë për shembull nga Tepelin ose i ka edhe një cip asfalti. Dakor, okay. Por nuk kam parë një në Francë, në Itali të mbulet njëri se ka bërë port, aeroport, jo. Flitet për fuqi vlerëse, flitet për prodhim. Sot që flasim importojmë 80% të produkteve, në 91-shin importoni 60%. Pra jemi regres. Ne kemi
humbur të gjitha prioritetet ekonomike. Ne kemi as fabrikë konserva, fabrikë llamba, as rafineri, as uzinë telash. Këto gjitha duhen ribërë dhe nëse si kanë ribërë, si ka bërë, ne duhet i bëjmë në mënyrë urgjente. Pra, o do ta kthejmë atë rinin këtu, si do ta bëjmë ne rinin këtu? Pra duke marrë si Ervin Mile, pra kandidati që kemi sjell për Fierin, pra unë kam ardhur nga Franca, Ervini ka qenë Francë në Amerikë, pra kemi sjell disa kandidat potenciale që t'japin shpresë shqiptarëve, jo t'ikin, po si do t'japin shpresë neve, me njerëz të përgatitur, të pa përlyer, të super përgatitur. Në qoftë se neve do të ulim për shembull taksat për kompanitë e mëdha, dhe do të sjellin në Shqipëri, nuk na intereson Evropa fare, s'do na di fare për Evropë. Në qoftë se ai ja sjellin për shembull taksat 12%, 13%, Google të gjitha ikin nga Hollanda, ikin nga Irlanda, ta kenë këtu. Në qoftë se ai paguan Hollandës 10 miliard euro në vit taksa, i paguan Irlandës, jo, hajde paguaj këtu 20 miliard, ta hapun me 12%. Nga 15-18 të hapë më 2% dhe thënë nuk kam nevojë thënë t'i mbaj 10 miliard popull t'i mbaj vetëm me këto taksa. Pra mungojnë strategjit e zhvillimit. Pra neve i kemi mundësit. Pra neve e kemi sabotuar vendin. Po pse duan ta zhvillojnë këta sipas teje? Pse nuk duan ta zhvillojnë? Sepse po e guabrojnë. Sepse këta po pasurojnë, nuk po mendojnë për Shqipërinë. Kjo nuk është ne slogani jonë, ja kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Atëherë po e glaborojnë, e kanë të tyren. Tani kur e kanë të tyren, kur e kanë glaboruar, do mendojnë për të tyren, se tyren e kanë. Jo more. Pse? Po. Një sekond, si mendon ai kur ti je popullon dhe sjell tu lloj propozicion me një zotrin. Një sekond, ti po glaboron Sazani, po glaboron Karaburun, po jep si duash. Po shkon në Karaburun, po sjell firma njerëz toka që s'don me përdorin 751, e thotë jo, thotë se diapo do kompensoj këtij vinë X familje Carlo Pronari ka dalë investitor strategjik. Pra këta popullsin ky zhvendos. Pa kjo është glabërim. Pra kemi kaluar nga diktatura, kemi kaluar në tirani, në nivelin më ekstrem. Pra Shqipëria është në rrezik, pra Deu është në rrezik. Ne nuk mund të vazhdojmë me mashtrime dhe me horra. Ne i band horra shqiptarë në Shqipëri. Parulla, Gjergj, këto janë parulla. Janë parulla. Ky është realiteti, zotri. Dakor, por ky është realiteti. Si, ke marrë pronti. Nuk ka marrë, po nuk ka marrë pronë në në Dukat, në Durrës, jo, s'ka më shumë, se ta kam vllagëruar. Po them, koncepti është, domethënë, okay, ti e llaborove, e bëre tënde, ta themi e morë. Ku e bëre tënde. Në momentin që ke bërë tënde, ke interes ta zhvillosh apo jo, sepse pse nuk e zhvillojnë kur e kanë të tyre? E para punës një nuk ke si ta bësh tënde ti sepse është e imja. Nuk kam shkuar as në Tropojnë, as në Përmet, as në dakord. Ku diun, Tepelen. Pra, nuk kam shkuar të marr. Pra, Fieri për Fierakët, Vlora për Vlonjatët, Dukati për Dukati. Kush je ti që vjen dhe merr ujë në Shuçis, kush je ti që merr ujë Tragjas dhe apo Samir Manes. Aty pak ujë ka shumë pak, po të kishte me saci, pa problem. Nuk jam kundra, ka shumë pak. I shikoj vet. Pra buron shumë pak. Kush je ti që thon që do dënosh gjithë lumën e Vlorës, do ta përzësh gjithë Tragjasin ata do tani thonë që ne nuk do marrim më pjesë në zgjedhje. Jo, ju bëj thirrje zonës së Tragjasit, të lumit të Vlorës të shkojnë të votojnë masivisht, sepse nëse nuk votojnë dhe e bojkotojnë, i shërbejnë Edi Ramës. Pra, Shqipëria nuk po drejtohet. Shqipëria është e pushtuar nga vetë drejtuesi. Këta janë pushtuar i rrezikshëm, nuk është greku dhe serbi në rast. Këta po e pushtojnë. Nuk unë për shumë pse ikim në Francë. Pra më ke detyruar të ikim. Unë vi që të jap shpresë të ngrë në nivelin e duhur. Nëse ti premton Evropën kur ti i ke bërë gropën me këtë atë. Pra kjo janë slogane boshe. Atëherë Gjergji, drejtoni nga kamera dhe një mesazh për të gjithë votuesit tuaj të mundshëm në qarkun e Vlorës. Çfarë u thoni atyre dhe pse duhet votojnë ata Gjergjin Nezhën? Unë ju bëj thirrje që të votojnë masivisht Gjergjin Nezhën që Shqipëria të shlirohet nga dështakët dhe nga tranzicioni pafund 34 vjeçar, pra që të bëhen pronar dhe jo të jenë argat as të Samir Manes, as të Edi Ramës, as të dikujt tjetër të jenë vota atyre vlen 1 miliard euro. Pra vota shqiptarët janë aq të pasur se mund t'i bleni. Pra nuk e ka fajin politika, e keni fajin ju nëse rimbështesni njerëzit e dështuar. Pra sot Shqipëria ka alternativa. Pra ne jemi alternativa më mirë. Pse? Në krahasim edhe nga Lapa që përmende edhe nga të tjerët, ne nuk konstatojmë, ne japim zgjidhje. Pra ne themi për pensionet minimalisht 200-250 euro, ne themi për studentët masivisht 200-250 euro bus, sepse e meriton edhe ai që është ekselent, po dhe ai që s'ka familja mos i ta mbaj. Pra ne duhet japim zgjidhje
bujqësisë, turizmit, industrisë, shqiptarëve të sjellim identitetin kombëtar. Pra çdo gjë këtu është për të ribërë dhe neve jemi në gjendje ta bëjmë këtë sepse jemi të përgatitur. Nuk kam gjë, supozojmë se është ëngjëll lapa e tjerë, nuk e kanë akoma formimin e duhur në fushën politike, janë thjesht konstatues edhe agron shehaj më vjen keq. Pra është në rrugën e duhur, ka zgjedhur rrugën e duhur, por nuk jep dot zgjidhje. Dëshirë ka, por edhe gomari ka dëshirë të bëhet kal, por gomari ngren 100 kg, nuk më ngren 200 kg. Pra nuk e njeh as situatën ndërkombëtare, pra jemi në një situatë shumë të vështirë dhe ne duhet të orientohemi me ala të rinj strategjik dhe të dim të çojmë Shqipërinë para. Gjergji, faleminderit që me mua sot në studio dhe suksese në fushën dhe në karrierën. Faleminderit dhe votoni numrin 7. Radio Vlora 101.9 MHz. Radio Vlora, radio juaj. Nëse jeni në kërkim të një game të gjerë vegla shpune dhe aksesor për ndërtim, drejtohuni në firmën Gjela SHPK.